Një situatë e papritur ka ndodhur mbrëmjen e djeshme në shtëpinë e Big Brother VIP Albania dhe ka ndezur rrjetet sociale. Një video që po qarkullon me shpejtësi tregon momentin kur Loredana Zefi përpiqet të zgjojë në mëngjes Rozana Radin, por reagimi i artistes ishte i papritur. Ajo e goditi Lori në fytyrë. Ngjarja ka shkaktuar menjëherë reagime të forta nga ndjekësit, të cilët kërkojnë që vëllai i madh të marrë masa dhe të dërgojë zarfin e zi që zakonisht sjell përjashtimin nga gara. Pas incidentit, Loredana vazhdoi të zgjonte edhe banorë të tjerë, por ata reaguan ndryshe dhe nuk patën të njëjtën sjellje si Rozana. Ndërkohë në shtëpi, situata ka sjellë diskutime mes banorëve. Disa janë përpjekur të qetësojnë gjakrat, ndërsa të tjerë kanë kritikuar sjelljen e Rozanës.